Miq të Prizmës. Sot titulli i këtij klipi do të ishte shtërpësia e shoqëruar nga lefenizmi i opozitës shqiptare. Në fakt, Shqipëria sot nuk vuan thjesht zjatën e pushtetit majorancës, Edi Ramës, Partisë Socialiste, Rilindjes, e tjerë. Atë që në zgjuarsinë e jashtëzakonshme të Sali Berishës edhe sidomos në Partinë Demokratike, patronazhistave, në marrëzirat e tyre folk bolshevike të thënit edhe të elaboruarit për punimit politik që i bëjnë batutave, në shijen e keqe që sigurisht nuk bëjnë asgjë tjetër përveç se dëmtojnë opozitarizmin dhe alternativën politike. Pikërisht në këtë lloj forme nuk është se është në drejtimin e duhur dhe në caktimin e duhur të projektimit në opozitarizëm. Kjo është në shërbim të një të keqe të madhe, mungesës alternativës politike. Dhe kjo vjen nga shtërpësia. Dhe pastaj do shpjegoj që pikërisht kjo impotencë, shtërpësi, pa aftësi për të ngjizur mendimin, ashtu siç është edhe aftësia për të ngjizur njeriu. Shtërpësia, pa aftësia për të mbarsur, dhe kësaj radhe kam fjalën për politikën, është një nga të këqijat më të mëdha. E si mund të mbarsesh, si mund të ngjisi politika shqiptare me anë të një personi që ka shkuar 83 vjeç tash. E ka nisur aktivitetin politik 22 vjeç, 1968 si bolshevik, si dashurues i luftës klasave dhe sigurisht akoma më keq edhe i diktaturës proletariatit, i transformuar pastaj në marrëzim politike mas 90-s, në shërbim pikërisht PPSH-s, partisë dashur të tij të parës, enverizmit të tij, në demokratin antikomunist i cili ka bërë keq pikërisht demokracisë. Si mundet ta tjetë në këtë moment ai njeriu që duhet të jetë fertil, duhet ta fertilizoj shoqërinë shqiptare, ti mbushi mendjen e shoqërisë shqiptare që shiko, unë i kam të drejtat, unë kam mendime që ju duhet vini mbrapa meje, unë i kam mendimet më të qarta, unë mundem që t'je me ardhmja juaj, si ka mundësi që t'nodhi. Se mirë atyre 50 vetave, 100 vetave që e shoqërojnë edhe përbëjnë atë amalgamën e shpalljes tradhtar të çdo njeriu, se shërbim të Edi Ramës edhe narkoshtetit, janë mbrojtja e tij, sepse i cakton vendet, domethënë ai sigurisht i bën deputet, i bën pjesë backgroundit të amalgamës, pikërisht të shtërpësisë politike, alternative politike në Shqipëri. Por këtu kemi të bëjmë edhe me një pjesë të shoqërisë shqiptare, e cila normalisht e ka kuptuar dhe vuan mungesën e alternativës. Është ajo që themi që është Partia Demokratike e Sali Berishës, por nuk janë demokratët. Demokratët janë jashtë saj, nuk mund të jenë me të. Shtërpësi politike, sepse në çdo moment, në çdo slogan, në çdo protest, kanë po të njëjtën gjë, po të njëjtën fjalë, po të njëjtin zhargon, kanë 20 vjet që tonë narkoshteti dhe vazhdojnë ta përsërisin. 20 vjet kreu i mafjes, vazhdojnë ta përsërisin. Kanë 20 vjet që definojnë armike majorancën dhe Partinë Socialiste dhe vazhdojnë të. Kanë 20 vjet që do bëjmë protesta dhe ky është fundi i mafjes edhe i narkoshtetit edhe i mafjes në pushtet e tjera dhe vazhdojnë prapë trasin. Kanë 20 vjet që kanë po të njëjtat kauza, me ftyra nga më të ndryshme, po ato ftyra, që shpallin tradhtar të kësaj majorancë dhe të këtij individi që është Edi Rama, dhe duke shpallur për ditë për 20 vjetësh, kanë edhe vite më përpara, po për 20 vjetësh po them, është bërë
janë bërë më tepër armiq edhe tradhtar se sa miq. Pra Partia Demokratike ka krijuar në saj të shtërpësisë politike dhe folk bolshevizmit të Sali Berishës më tepër armiq brenda vetes se sa miq. Ka shkuar si puna e Partisë Punës 1989-90. Kishte më tepër armiq brenda vetes, ata e hodhën, ata pastaj u bën kundërshtarët politik numër 1, fëmijët e tyre, nipat, mbesat, studentat që ishin produkti tyre, e shumë tjerë, u bën armiq, sepse i kishin shpallur tradhtar. I kishin shpallur në shërbim të kapitalizmit, i kishin lënë pa bukë. Po kështu ka bërë dhe Sali Berisha me vetën. Ka më tepër armiq se sa miq, ka më tepër demokrat të shpallur armiq se sa edhe tradhtar dhe në shërbim të narkoshtetit dhe Edi Ramës, se sa ka me vete. Dhe sigurisht vazhdon sepse ai do pikërisht këtë amalgam. Do Tritan Sheun, që përfaqëson edhe ai mendimin e përparuar alternativ, sigurisht bashkë me Sali Berishën, dy komunistat e fundit, njerëzit komunista, antar partie të fundit në Evropë, që përbëjnë alternativën e ardhshme politike në Shqipëri. Shtërpësinë më të madhe politike, impotencën më të madhe politike që ka parë ndonjëherë Shqipëria. Dhe pastaj sigurisht janë këto tjerët mbrapa, djali Fariballiut, Kudion Mulnoka, Albana Vokshi, Josefina Topalli, Agron Gjek Markaj, Gazbardhi, element tillë dhe shumë tjerë atje, jashtëzakonisht shumë tjerë atje që fillojnë në këtë lloj shtërpësie dhe në këtë lloj hipotece politike të bëjnë punën e tyre. Po kjo gjë është edhe ke Agron Shehi, që ka dalë nga kjo parti, me atë diskurs, me atë mentalitet, i cili vetëm gjën e bukur ka thënë ke ministre dikur e turizmit për atë pikën e vogël. Atë e ka bërë bukur shumë në parlament. Tjerat pastaj bënte marrëzirat e Sali Berishës, po të njëjtin diskurs, po të njëjtën formë, pavarësisht se nuk është me të, e di shumë mirë se. Po këtu fillon pastaj lefenizmi. Lefenizmi për shembull për marrëzirat që i shpjegon vetëm me anë mentalitetit brusk në Partinë Demokratike dhe i adapton si mënyrat veta te një parti e cila është e vetja personale, kush nuk e di këtë, mbahet nga fondet e tij, e drejton ai dhe do që të bëj pastaj ndryshe Berishës. Nuk ka asnjë shans sepse edhe po të pyesësh tash kush është njëri tjetër që njoh ke partia Agron Shehu, nuk njoh. Sepse as kërkush aty nuk ka ekzibizionizëm, as nuk të paraqitet me fjalë për të thënë që këto janë objektivat tonë, kjo është filozofia jonë politike. Këto jemi njerëzit që sigurisht prezantojmë dhe përfaqësojmë jo me ambiguitetin e ngjashmërisë që kanë me Partinë Demokratike, por me formën tonë dhe me përmbajtjen tonë, atë që ne jemi fertil, jo impotent siç është Partia Demokratike ose një ish komunist aty 83 vjeç. Spakut këta kanë shehen, e kanë pothuaj djalë të ri. Apo lapaj. Është lefenizëm, bashkimi i impotencës me lefenizmin. Pikërisht lefenizmin, që me veprimin e tij prej 5 vetash aty 10 vetash edhe disa protesta që bën, i vetëm në mënyrë të lefeniste, kuptohet? Të një impotence e shoqëruar me lefenizëm. Pasgjë. Edi Rama o hajdut, o hajdut, o hajdut, Edi Rama o hajdut, o hajdut, o hajdut, Edi Rama o hajdut, o hajdut, o hajdut. Po çfarë ndryshimi kanë këta nga ata idiotët që mblidhen aty, që kanë 30 vjet që thonë, mos Edi Rama një emër tjetër, o Fatosnana o hajdut, o hajdut, o hajdut. Do fitojmë apo jo, po. Dhe marrëzira të tilla në 2026. Shoqërohet me lefenizëm. Lefenizëm në bulevard, mungesë e jashtëzakonshme e alternativës, impotencë e jashtëzakonshme, shtërpësi mendimesh edhe propozimesh në mënyrë definitive. Më vjen keq po dhe Arlind Qorri në këtë rrugë është. Pavarësisht se ndryshon nga këto konceptet politike e filozofike, është një rrugë tjetër,
e quajnë ultramajtistë, po s'ka lidhje me ultramajtizmin ai, as s'ka lidhje as me marksizëm, neomarksizmin e sotëm, ka me një qëndësi të majtë, që kanë parime më tepër, por që shoqërohen nga edhe ata nga jo fertiliteti. Nuk ngjizin në shoqëri, nuk i mbushin mendjen as kërkujt, se është e ardhmja alternative politike e Partisë Socialiste, e majorancës, e rilindjes, e Edi Ramës. Janë impotente edhe ata, plus se janë lefenistë edhe ata. Majnë fjalimet të një kohë cilat jo vetëm që nuk mund të vi dot, por edhe sikur të vi një pjesë shoqërisë është gjithmonë alternative vogël, e cila nuk ndron pushtete këtu ke ne. Nuk mund ndroj pushtete sepse s'ka as fuqinë, as besimin dhe nuk ka as shoqërinë që mund ta besojë të shkojë mbrapa. Maksimumin që mund bëjnë janë një 2-3% e popullsisë, e cila thotë lëre se ne flasim po votoj më mirë këtë se sa të tjerë. Dhe sigurisht kuptohet që ai është më i mirë pavarësisht dokrave të hinit që fletet ai, mundohet bëhet i baraz larguar nga Berisha. Në vërtet më i qartë ishte Berisha me Agron Shehe, që tha do të krahasosh ti Partinë Demokratike me Partinë Socialiste, sigurisht kishte drejt. Do të krahasosh një parti e cila vret në rrugë edhe hedh njerëz edhe grabit edhe vjedh. Janë këto krahasime, s'mund bëhen këto krahasime. Pa vrarë, nuk mund t'jesh i barabartë. Edhe njëkohësisht, në kohën e sotme, në një impotencë të jashtëzakonshme mendimesh, sigurisht në një lefenizëm të jashtëzakonshëm, alternativ, militantësh, të cilët mirë përveç ignorancës, kanë edhe marrëzine e jashtëzakonshme, sidomos ajo pjesa e Facebookut, marrëzine e jashtëzakonshme të një absurdi politik dhe filozofik për t'i shkuar mbrapa njeriu i cili ka bërë më keq se edhe Enver Hoxha Shqipërisë. Në këtë pikë, çfarë të them miqtë mi? Një impotencë e jashtëzakonshme, një impotencë e jashtëzakonshme mendimes politike, filozofike për krijimin e alternativës në Shqipëri, përballjen me Partinë Socialiste dhe majorancën e sotme bashkë me Edi Ramën, të një shtërpësi e mendimesh, shtërpësi e jashtëzakonshme e mendimesh, shtërpësi kauzash, humbje të jashtëzakonshme kauzës, lefenizmit në zbatimin e tyre, forma dhe përmbajtje lefeniste, si Partinë Demokratike, si ke Agron Shehe, si ke Adriatik Lapaj, ashtu ke Arlind Qori. Kurse partitë të tjera një dekor lefenist i jashtëzakonshëm. Pa asnjë lloj mendimi, pa zgjedhje. Asnjë prej këtyre partive nuk kanë demokraci të brendshme. Nuk ka Partia Demokratike, atë kanë Sali Berishën, është kjo parti. Ndryshe do të jetë një parti tjetër, mbase vinë demokratët, por nuk është më partia e Sali Berishës. As ke Agron Shehe, s'ka zgjedhje, as ke Arlind Qori nuk ka zgjedhje, as ke Adriatik Lapaj, lefenet aty nuk bëjnë zgjedhje kur. Ku bëjnë zgjedhje, ke Fatmir Mediu, ma tregoni një moment që ata bëjnë zgjedhje ose kanë demokraci të brendshme. Po si ka mundësi të jenë alternativa politike, këto parti lefeniste, parti shterpe në mendime dhe në propozime, parti që nuk bëjnë njëherë zgjedhje që kanë vetëm kryetar, do të jenë alternativa ndryshe nga Partia Socialiste, Edi Rama dhe rilindja e tyre. Si mund të jenë ndryshe këta? Si mund të jenë ndryshe, duke qenë se janë dhe të provuar, dihet se kush kanë qenë. Çfarë drejt ndryshimi mund të kenë këto? Çfarë ndryshueshmërie mund të afrojnë këto? Këta janë impotent, politik, parimesh, propozimesh edhe filozofik, me shtërpësi të jashtëzakonshme, formash, në paraqitjen alternative edhe përmbajtje. Për më tepër, janë dhe lejfen, njerëz të indoktrinuar në budallekun e tyre, të dashurohesh me marrëzinë tënde ideologjike, të bësh edhe ultramajtisin, të quhesh idiot, vetëm kjo bën çudi në gjithë botën, po bën sens në Shqipërinë e Sali Berishës, e përgdhelur në mënyrë kuptohet perfide nga Edi Rama. A përfitatori më i madh, përfituesi më i madh i kësaj pune është pikërisht Edi Rama. Pikërisht ai, majoranca, Partia Socialiste, rilindja, këta.
absolutisht më përfitues. Sa t'i keni, kështu do t'ishni. Sa më tepër të ketë impotencë politike dhe filozofike, kauzash, aq më pak opozit, aq më mungesë tragjike e alternativës politike në Shqipëri. Dakord, miqtë e mi?